Nëse je duke bërë content, video, podcast, reelsa, çfarë do lloj gjëje, ka një gjë që shumica e kreatorëve e anashkalojnë plotësisht. Jo kamera, jo ndriçimi, jo editimi. Dhe ironikisht është gjë e parë që njeriu dëgjon sapo hap një video. Sot do ju tregoj çfarë është dhe do testojmë 3 produkte të ndryshme për këtë. Dhe do t'ju them cili vlen më shumë në bazë të situatave të ndryshme. Duhet t'ju tregoj pak se çfarë kam mësuar në gjithë këto vite që merrem me video. Njerëzit mund të tolerojnë video me cilësi të mesme, por një audio e keqe i bën të dalin nga videoa brenda 10 sekondave. Mendoni pak për herën e fundit që hapët një video ku kishte zhurmë në sfond ose audio nuk ishte pastër. Sa sekonda ndënjët? Kamera juaj e telefonit sot është e shkëlqyer, por mikrofoni integruar nuk është bërë për video serioze. Në të njëjtën mënyrë, ashtu edhe mikrofoni integruar në një aparat. Dhe diferenca midis asaj dhe një mikrofoni të mirë është diferenca midis dikujt që ju dëgjon dhe dikujt që ju bën skip. Sot do testojmë 3 mikrofona bashkë. Mikrofoni i parë është ky këtu, Rode VideoMic Go 2. Ky është një opsion, le të themi entry level, lidhet direkt me kamerën pa bateri, pa komplikime. Për dikë që fillon, është zgjedhja më e thjeshtë. Por çfarë kualiteti ka? Tani po dëgjoni audion e kësaj videoje me xhirimin e mikrofonit VideoMic Go 2 të Rode. Jam absolutisht shumë i sigurt që audio prapë është në një nivel të lartë sepse e kam përdorur shumë si mikrofon dhe që cilësinë mund ta dëgjoni dhe ju. Momentalisht jam pak larg nga kamera siç mund të shikoni, por audio prapë së prapë e shikoj edhe te nivelet e zërit të kamerës që është në nivelin ideal. Deri tani audion e keni dëgjuar pa asnjë lloj editimi. Ndërsa tani që po filloj të flas prap i kam vendosur një ekualizim dhe disa opsione të tjera në editim për ta rregulluar. Dhe normalisht ndryshimi është akoma dhe më i madh. Si ju duket, ky është një mikrofon që në momentin që e bleva mua më ka bërë shumë punë. E kam bler në mars të vitit të kaluar dhe e kam përdorur deri në gusht, ku pastaj u ndrua me një mikrofon tjetër që do e shikoni në këtë video. Por me të vërtetë, cilësia e këtij mikrofoni është me të vërtetë për tu hapitur. Sidomos për çmimin që ka. Fëmijat e këtij mikrofonit janë, është i lirë, siç thash, sepse mund ta gjeni nën 100 euro. Është tmerrësisht shumë i lehtë, nuk rëndon fare dhe plug and play, lidh fishën dhe fillon. Por ka dhe diçka tjetër ekstra, ka dhe një USB Type-C të USB-C, mund ta lidhni me kompjuterin ose me telefonin dhe ta përdorni mikrofonin edhe me ato pajisje, jo posaçërisht me aparat. Por cilat janë të këqijat e këtij mikrofoni? Nëse lëvizin shumë ose jeni jashtë, zhurmat e sfondit dëgjohen pak. Dhe nëse bëni vlog, problemi është që nëse flisni para mikrofonit, audio është super e mirë, por nëse drejtoni kamerën diku tjetër dhe ju flisni mbrapa, normalisht duke qenë se mikrofoni është para, mbrapa do të dëgjohet me të vërtetë shumë pak. Por nëse xhironi në ambiente të brendshme, siç jam unë këtu në studio, ky mikrofon është fantastik. Vlen shumë për ta provuar. Mikrofoni i dytë ndodhet këtu brenda, DJI Mic 3. Tu kalojmë në një kategori tjetër mikrofonash, nga një mikrofon shotgun në mikrofona wireless. Pra, liri totale në lëvizje. E vendosni në jakën e këmishës, xhaketës, bluzës dhe çdo gjë tjetër dhe mund të lëvizni lirshëm sepse ky do të marrë audio në çdo ambient. Pa u shqetësuar të jeni përballë kamerës ose pa u shqetësuar për kablot. Por si është kualiteti i zërit? Audion që po dëgjoni tani është pikërisht i xhiruar nga DJI Mic 3. Mikrofoni i vogël që kam momentalisht në dorë. Më thoni pak si ju duket dhe çdo gjë momentalisht është e xhiruar pa filtra në editim. Ndërsa tani i kam vendosur një ekualizim sipër dhe disa gjëra të tjera për ta bërë audion akoma dhe më potent dhe më të pasur. Më thoni pak se si ju duket ndryshimi. Dhe ashtu siç u thash, e mira këtij mikrofoni është që mund të xhiroj dhe të iki ku të dua unë. Dhe audion ju do e dëgjoni prapë së prapë njësoj, edhe pse tani kam ikur totalisht nga kamera. Por ju prapë më dëgjoni shumë mirë. Siç e dëgjuat, cilësia është me të vërtetë e shkëlqyer. Veçanërisht për vlog dhe content jashtë studios. Këto mikrofona i përdor gjithmonë nëse më duhet të xhiroj jashtë në terren ose kur jam në eventet, jam të vegjël, mbajnë shumë bateri dhe e kam gjithmonë në bluzë. Nuk më duhet të mendoj nëse jam duke xhiruar në një ambient me pak zhurmë apo jo, sepse brenda normalisht ka dhe noise cancelling që funksionon te këta Mic 3 në mënyrë perfekte. Dhe këta mikrofonat janë gjithmonë në çantën time sepse nuk i dihet asnjëherë. Dhe nëse përdorni një aparat, i lidhni, nëse përdorni një telefon, i lidhni prap. Nuk ka asnjë problem. Pra janë mikrofona të vegjël, fleksibël dhe me bateri shumë të gjatë. E keqja e këtyre, le të themi pak çmimi, sepse në krahasim me Rode që tregova, çmimi këtyre është pak më i kripur. Por është një investim i mirë dhe afatgjatë. Kto për mua janë mikrofonat wireless më të mirë në qarkullim. Vlen për tu provuar. Dhe mikrofoni i tretë është Sony ECM-M1. Momentalisht nuk e kam në dorë sepse është pikërisht i vendosur në kamerën time dhe po dëgjon audion që keni dëgjuar gjatë gjithë videos dhe gjatë gjithë videove të fundit që keni parë në kanal që nga vera e kaluar. Ky është mikrofoni im i preferuar. Dhe tani do ju them dhe arsyet pse. Si fillim, nuk ka nevojë
për fisha, nuk ka nevojë për bateri, por lidhet direkt me hot shoe mountin e Sonit. Dhe sinjali audios kalon në mënyrë digjitale, jo analoge. Kjo sjell shumë të mira sepse nuk ken interferencë. Sony vet rregullon nivelin e audios ashtu siç duhet, që audio të dalë gjithmonë e pastër dhe pa probleme. Pastaj ky mikrofon vet ka akoma dhe më shumë të mira. Si fillim, çdo opsion është i rregullueshëm sipër në mikrofon. Ka butonat e ndryshëm dhe normalisht noise cancelling dhe low cut filter, që për ata që merren me video e din se sa të rëndësishme janë. Keni dhe gain changerin, mund të zgjidhni se sa doni që audio të dëgjohet, më shumë apo më pak. Dhe një nga gjërat më të rëndësishme të këtij ECM-1 është që mikrofoni kap nga të gjitha anët nëse ju doni të kapi nga të gjitha anët, sepse mbrapa keni një pattern ku zgjidhni mikrofoni të kapi vetëm para, superkardioid, nga të gjitha anët 360 gradë, para mbrapa për vlog, pra çdo gjë e zgjidhni ju. Në këtë rast, unë. Dhe një gjë të mirë, me këtë mikrofon audio nuk digjet kurrë, sepse çdo gjë kontrollohet shumë mirë në mënyrë digjitale. Pastaj në cilësi zëri si ky, si dy mikrofonat e tjerë që ju tregova, ka një cilësi zëri me të vërtet shumë të mirë dhe shumë të lartë. Këdo që të zgjidhni do të bëni një zgjedhje të mirë. 99% të kohës ky mikrofon është i vendosur sipër kamerës time dhe vetëm ky përdoret. Ky i Rodit u zvendosua pikërisht nga ky M1 Sonit, ndërsa këto mikrofona wireless i përdor në evente dhe kur jam jashtë në terren. Ndërsa në studio përdor vetëm këtë. Edhe pse me noise cancelling që ka ky Sony ECM-1 mund ta përdor edhe jashtë, pasi edhe problemi sepse nuk merr shumë as fondi. Për content në studio, vlog dhe intervista, ky Sony është fantastik. Por në bazë të përdorimeve, cili është ai që unë këshilloj më shumë? Nëse jeni duke filluar dhe buxheti juaj është relativisht i ulët, atëherë zgjidhni këtë. Rode VideoMic Go 2. Nuk do ngelni kurrë të zgënjyer. Është i thjeshtë dhe efektiv. Nëse pjesën më të madhe të rasteve krijoni content jashtë studios dhe në qytet ku zhumat e makinave, zhumat e njerëzve janë me vërtet të larta, atëherë këshilla ime është për këta DJI Mic 3. Nëse doni cilësinë maksimale dhe thjeshtësia e përdorimit të mikrofonit, normalisht Sony ECM-1 është fituesi. Por, normalisht ky Sony është për ata që kanë një aparat Sony, për aparatet e tjerë nuk funksionon. Dhe nga të tre këta në 90% të raste, për të gjithë njerëzit, këshilla ime do ishte pikërisht për këta DJI Mic 3. Kanë një kualitet zëri super të lartë, të gjitha opsionet e mundshme dhe funksionojnë mirë, si me telefon, si me aparat, me çdo lloj aparati. Dhe mund të regjistroni audion edhe brenda mikrofonit pa e lidhur me asgjë tjetër. Duhet të kuptoni që audio e mirë nuk është luks. Është standardi minimal për content serioz, sepse siç thash, një video me një kualitet mesatar mund të shikohet, por një video me një audio jo të mirë nuk e shikon njeri. Dhe tani dini saktësisht se çfarë të zgjidhni. Arritëm në përfundim të videos, si gjithmonë, nëse kjo video ju pëlqeu, lini një like, një koment dhe një subscribe në kanal. Presoj t'ju kenë ndihmuar dhe t'ju kenë thënë një këshill për atë që mund të përdorni dhe nëse ishit në mëdyshje se çfarë të blini tani e dini. Si gjithmonë, shihemi pas 2 javësh me videon e ardhshme. Dhe video e ardhshme, më besoni, duhet mendoj video më e bukur për 2026. Mos e humbisni, bëni subscribe, më dëgjoni mua. Shihemi.